U rikthyem sërish në studio për të vazhduar. Kësaj radhe do ndrojmë temë, do flasim për modën. Moda në muzikë, ekspozit kolektive që do të mbahet gjatë ditës së sotshme, ditë e premte, në ora 19 në Muzeun Arkeologjik në Shkup. Dhe këtu me mua në studio kemi kreatorën e modës Arbesa Abazi. Përshëndetje Arbesa, mirë se erdhe në emisionin e Ritmi i ditës. Faleminderit për ftesën, përshëndetje edhe. Atëherë mund të na thoni se çfarë ju frymëzoi që ta titulloni ekspozitën Moda në muzikë? Çfarë i ndërlidh këta dyja? Kjo ishte ide kolektive, do më thënë kryesisht me kryesuesin tonë profesor Izet Curin dhe me gjithë kreatorët, me gjithë kolegët tanë që janë aty në Institutin Internacional Izet Curi. Ideja lindi duke pasur parasysh se moda dhe muzika kanë lidhshmëri jashtëzakonisht shumë të madhe, duke pasur parasysh se në çdo muzikë, në çdo performancë që ato kanë neve dhe duhet jemi aty, si të theme, si krahu i djathtë i tyre gjatë veshjeve të tyre. Gjithashtu edhe në notat, kur thellosh në muzikë, në notat e tyre, në muzikën, në zërin e tyre, të vjen edhe ai frymëzimi, inspirimi për një kreacion cilin do ta realizosh. Kështu që për secilin veç e veç, ndërsa për mua personalisht ishte shumë frymëzuese, secili ka zgjedhur në këtë ekspozit frymëzohet nga një muzikë ose nga një këngëtar i veçantë, nuk e kemi të përbashkët. Personalisht unë jam frymëzuar nga tenori Luciano Pavarotti. Më pëlqen muzika e tij, më pëlqen toni i zërit të tij, duke nga ajo edhe jam inspiruar për prerjet, për materialet e kështu me radhë. E kështu me radhë. Mund të na thoni se si ka qenë bashkëpunimi me Institutin Internacional Izet Curi dhe çfarë roli ka luajtur profesorit të themi Izet Curi në këtë ekspozit tuaj? Profesori Izet Curi është kryevepra e çdo ekspozite time personale dhe gjithë aty në institut. Instituti Internacional Izet Curi është një institut me vlera të mëdha botërore, do të them me plot kuptimin e fjalës, shkaku se profesori Izet Curi vjen nga Parisi, një kreator mode, siç e din gjithë këtë gjë, dhe lidhshmëria me profesor Izet Curin dhe institutin është se unë edhe kam studiuar aty. Kam mbaruar shkollimet në këtë institucion dhe shkputja nga ky institucion asnjëherë nuk do të jetë. Do të vazhdoni edhe më tej të jeni besnik. Pavarësisht që veç më unë kam mbaruar kohë më parë, lidhshmëria me profesor Izet Curin dhe institutin gjithmonë do të jetë prezent në jetën time personalisht. Pikërisht. Çfarë mund të presin vizitorët nga kjo ekspozit? Ka ndonjë mesazh që dëshironi të përcjellni, të themi, përmes kësaj ekspozite? Vizitorët e artit do të kenë shumë larmëri, do të kisha thënë, nga kreacionet, sepse secili do të kenë lidhshmëri, por secili do të ketë prezentimin e vet veç e veç, duke pasur parasysh nga veshjet solemne të përditshme, kreacione pak më kreative nga ato që jemi mësuar ne të shohim për shembull në veshje solemne apo në përditshmëri, kreacione ku janë të performuara si edhe lloj skulpture me një fjalë, janë të punuara me materiale të ndryshme, secili veç e veç ato që që marrin fakt pjesë në këtë ekspozit. Personalisht unë kam përdorur kësaj radhe, kam përdorur kam vendosur të merrem më tepër me korset. Jam frymëzuar, dikun kam realizuar dikun 15 kreacione, të cilat disa nga ato do të jenë të ekspozuara në këtë ekspozit dhe besoj se vizitorët e artit do të jenë të kënaqur. Sa kohë ju mori në realizimin e këtij koleksioni?
Personalisht, për mua, dikun rreth 3 muaj, më ka marrë të realizoj këtë koleksion, duke pasur parasysh se unë kam edhe një punë tjetër, këtë e kam si pasion të dytë, mund të them, nga ajo që unë po bëj në jetën time. 3 muaj të plota me një përkushtim me të vërtet të madh, me një fokus të madh, duke punuar deri në orët e vona të natës për realizimin e tij. Ervesa, mund të na thuaj se si ka lindur dashuria për modën? Ju e cekët edhe vetë që keni edhe një punë, këtë e keni me një pasion të dytë, të themi, një punë të dytë e bëni ju. Si lindi kjo dashuria për modën? Rehane, për hir të vërtetës, unë personalisht më herët si ere kam dashur, si ere, mendoj si gjatë studimeve, kisha dëshirë që të jem kreatore e modës, të studioj këtë drejtim, por fatkeqësisht nuk e gjeja vetën në ndonjë institucion, në ndonjë shkollë këtu adekuate të atij niveli që unë po kërkoja. Të nivelet haute couture, të nivelet me vlera bashkohore, të cilat janë ashtu edhe në botë, do të kisha thënë Paris, Londër, botë, që punojnë me atë kategori të modës, dhe për atë arsye fatkeqësisht edhe vendosa, nuk jam e dëshpëruar, jam e kënaqur që edhe ajo ndoshta edhe këtu lindi, u bëra me 2 profesione, mund të them, dhe pse jo. Pas asaj, kur dëgjova që erdhi profesori Zecuri, hapi shkollën këtu Instituti Internacional i Zecuri, pas asaj në Prishtinë që kishte bërë, nuk u mendova 2 herë, edhe vazhdova, po. Me ardhjen e tij shkova, konsultova lidhur me këtë se çfarë unë të mundem të arrij. Në fakt, po, kur ke atë pasionin, kur ke atë brendësinë tënde, dëshirën tënde, brendësinë tënde, nuk ka se si mos të bëhet. Dhe vazhdova aty. Vazhdova dhe je ndarë, besoj, e kënaqur nga ky institut. Shumë. Duke pasur parasysh se në këtë institut se çfarë neve mësojmë, çfarë na ofron instituti, se duhet kesh parasysh se edhe çfarë ju ofrojnë ata. Profesori Zecuri, një profesor me vlera të mëdha, kemi profesor të tjerë të cilët vinë nga Parisi, njëjtë për të njëjtën punë, për modelet ndryshme, kush për korsete, kush për prerje të sakove, e kështu me radhë, dhe jam të jetë e kënaqur që unë vetë kam dalë si një kreatore nga ky institut me një vlerë bashkohore, me një shkollim bashkohor. Pikërisht, kush kanë qenë influencat tuaj më të mëdha në fushën e modës, të themi qoftë dizajner, qoftë të njohur figura personale, apo të themi elemente kulturore? Themi këtu, do me thënë, më shumë unë ndonjë shtëpi të modës do ta kisha veçuar Azedin Alaja, do ta kisha veçuar Chanel, Balenciaga, e kështu me radhë, por këto inspirimet janë këto kryesisht sepse e shoh veten e para dhe më pëlqejnë, nuk do të thotë se edhe tjerat Diore, këto tjerat gjitha janë normal të një kategorie të lartë, por unë më shumë e shoh veten nëse inspirimi është i përgjithshëm, domethënë inspirohesh nga gjithçka. Edhe këtu po të shoh një kamerë ose diçka, mund të inspirohesh, mund të gjej diçka, një element për të bërë një kreacion, të paktën me një 25 koleksione. Por më tepër më pëlqejnë vitet e 60-ta, vitet e 70-ta, atje ku edhe shoh atë elegancën, shoh ato prerjet, por duke i transformuar në veshje bashkohore në kohën e tashme, të themi. Absolutisht, po. Me materialet që tani po përdorim, me materialet që neve janë në trend me modën, normal se gjithmonë duhet shkosh të hapërosh edhe në atë drejtim, kështu që ajo është. Na tregoni pak për ekspozitën tuaj të parë me veshje tradicionale shqiptare. Çfarë domethënie kishte kjo për ju? Desha të filloj nga vetja ime, nga identiteti im, e kështu me radhë. Duke u inspiruar, neve kemi një kulturë të gjerë, neve kemi një kulturë të
të madhe. Për shembull, kemi për shembull edhe xhubletën shqiptare e cila është 4.000 vjeçare dhe u fut në UNESCO për atë që kemi neve, do me thënë kemi një kulturë shumë të lashtë dhe kemi nga çka inspirohemi për të marrur elemente. Koleksioni im i parë inspiruar nga veshjet tradicionale shqiptare ka qenë e mirë pritur, aty edhe filluan njerëzit të shohin ardashësit ose në përgjithësi gjithë ata që donin të merrin me modën ose edhe jo të merrin me modën për të dinë se çfarë ardesa bazi punon, pan realitetin se ishte një performancë interesante për të parë njerëzit se çfarë unë bëj, çfarë unë ofroj si kreator mode dhe cili është stili im. Se gjithmonë, edhe pse neve jam inspiruar nga veshjet tradicionale kombëtare, por kam ruajtur elementet e tyre, por gjithmonë duke i bërë kreacione bashkohore, me materiale bashkohore, por duke përdorur ndonjë element nga veshjet tradicionale shqiptare dhe u prit shumë mirë. Mjafton që njerëzit panë se kush jam unë. Shpresojmë që edhe gjatë ditës së sotshme në mbrëmje do e kesh atë ndjesi të njëjtë nga ekspozita e parë. Mund të na thoni se si ka evoluar, të themi, stili juaj nga ajo ekspozita e parë deri tek kjo e fundit që do të mbahet sot? Ka qenë, do të thotë, dallimet janë nga inspirimi, por stili gjithmonë është imi. Ekspozita e parë ka qenë, do të thotë, nga veshjet tradicionale shqiptare, ekspozita e dytë ka qenë nga, flas për ato personale që kam pasur, nga inspirim nga perlat dhe mjellmat e Ohrit dhe tani kjo nga muzika, janë të ndryshme me tema, me tematik, por gjithmonë duke ruajtur identitetin tim. Gjithmonë duke ruajtur stilin tim, se kush në fakt jam unë. Ashtu edhe dallohen... Themi atë identitetin shqiptar? Ka edhe elemente të asaj sfere, por kësaj radhe pak kam... E keni bërë një laramani? Laramani ma të ashtu edhe si që ishte muzika në mod, kështu që diçka... Po, sepse kësaj radhe kam përdorur më shumë taftën, kam përdorur më shumë mëndafshin, sepse edhe ashtu të paktën unë jam inspiruar nga një muzikë klasike. Pavarotti dhe tenori ka atë zërin ulje dhe ngritje, kështu që vendosa mëndafshi ashtu më vjen mua si kur thellosh në ato inspirimet, mëndafshi më vjen shumë për shtatin e një siluete. Dhe kjo ka qenë. Çfarë roli e luan kultura shqiptare në punën tuaj, duke pasur parasysh si e përfshini traditën, të themi, në krijimtarinë bashkohore? Duke u bazuar tek ekspozita e parë. Po, shif, mjafton të marrësh një siluet, pa marrë parasysh se nga cila veshjet labe, apo veshjet çame, apo veshjet nga Shqipëria, Kosova, apo veshjet e Rrugovës, apo nga Maqedonia e Veriut. Mundet, nuk është e thënë se do ta marrësh vetëm në përgjithësi, sepse ta marrësh në përgjithësi gjithë veshjet tradicionale shqiptare janë të shumta. Duhet ju garantoj se duhet të nxjerrni shumë koleksionin nga ajo. Për atë edhe thash se neve kemi një kulturë të gjerë, neve kemi një traditë me të vërtet të madhe, por kur bëhen ato kreacione, kur frymëzohesh nga ajo dhe realizon në veshje bashkohore të tashme, me të vërtet dalin silueta shumë perfekte, shumë të bukura. Nuk disa keni vërejtur edhe neve si shqiptar të paktën, kemi hasur se tani edhe po kthehet ajo. Një periudhë, për shembull, veshje tradicionale sikur janë shkalonin pak, po tashti nuk e di sa e keni parë këto influenceret, blogeret, se si i reklamojnë, apo në evente të ndryshme, në emisione të ndryshme, do të thotë se
ajo është identiteti jot, ajo është ADN-ja. Duke u bazuar edhe në klipin e fundit të Elvana Gjata që kishte përzier. Bash ashtu. Do më thënë, kultura jonë është tepër e gjerë, tepër e madhe dhe ajo ka ndikim të madh, sidomos te kreatorët shqiptar. Pikërisht. Çfarë mund të themi synimesh keni për të ardhmen në karrierën tuaj artistike? Ku e sheh veten në të ardhmen, Arpesa? Shikoj, Rehane, veten e shoh si një kreatore botërore. Imagjinate çdo kreatore është, ajo nuk diskutohet, sepse edhe unë kam filluar për një qëllim. Nuk kam filluar që të ndalem ose të mbaroj një edukim, një shkollim, një zanat, se kjo është punë edhe zanati, dhe të stopohem dikun. Nuk dua të shkoj në regres, por në progres. Kështu që avantazhin tim e shoh dita ditës e më lartë, duke u bazuar në punën time, në aktivitetet e mia që bëj tashti janë të pamundura që të realizon çdo vit, të paktën në këtë tempo si shkoj unë, sepse duhet të merrem normal edhe me atë pjesën ekonomike time, në koston e asaj që ti punon, shkaku se një ditë edhe ti duhesh të shofish se ku janë edhe vlerat e tua, ku janë edhe kostot e tua nga ajo që ti po investon. Shoh veten në një Arbesa Abazi, e cila do të ketë emrin e saj dhe identitetin, ADN-n e saj për veshje, të dallohem, të vërehem, sepse çdo kreator, kur ta shef një siluet të ndonjë kreatori tjetër, të flas për shtëpitë e mëdha botërore, gjithmonë ato vëren se kush e ka punuar, stili i kuj është, sepse stili gjithmonë është i tij. Dua të krijoj një stil, po dallohet patjetër. Dua të krijoj një stil timin, vetëm kam krijuar një stil timin dhe të identifikohem nga ajo që unë bëj. Tani nëse më pyesni se çfarë duhet të bëj, pak thash nga ajo pjesa komerciale, jemi pak si të detyruar ne kreatorët, sidomos këtu te ne, për të punuar më shumë, të fokusohemi te ato veshjet solemne, për evente më të rëndësishme, për dasma ose evente të ndryshme që janë, sesa te kjo pjesa e përditshmërisë, edhe pse unë fokusohem edhe aty, duke punuar që nga veshjet e përditshmërisë, sako, pantallona funde të ndryshme, elegante ashtu me radhë, por jemi të fokusuar çik më shumë te pjesa e veshjeve solemne. Ke menduar të shpalosi shkrimet e tua edhe jashtë vendit? Absolutisht, pse jo. Ka metoda të ndryshme, për momentin nuk mund të them se kam një projekt të tillë. Në të ardhmen besoj dhe shpresoj shumë se do të kem një ekspozitë apo një sfilat në ndonjë vend normal, të vendet me trende ku janë nivelet pak më të zhvilluar. Se jo. Kështu që mos u ndal asnjëherë duke u dorëzuar, mos u dorëzo prej ëndrave tua, po për të realizuar një ëndër besojmë që krejt e dim që duhet punë, që të bëjmë dhe të arrijmë qëllimin ton. Patjetër punë, sakrificë, besim në Zot, besim në vete dhe në punë të fortë. Po besoj se edhe kostoja e saj një ditë do shihet edhe më shumë, edhe më gjerë në rajone në botë. Si e shihni zhvillimin e modës, të themi, në vend, rajon, por edhe në botë? Mendoni se mund të luaj rinia në këtë fushë të rinjt? Mendoni krahasimin nga ne me... Po. Rejhane, rrjetet sociale e kanë bërë të vetën. Do me thënë, pa marrë parasysh se në çvend je, në cilin qosh skaj të botës jeti, eshe shumë afër modën, pa marrë parasysh se çka ka në Hollywood, çka ka në Paris, çka ka në Shqipëri, Maqedoni e kështu me radhë. Dhe ata vetëm kjo e ka bërë që dhe vetë njerëzit qofshin të
po flas për Ballkan, për Maqedoninë e Veriut, rajone kështu me radhë, është ngritur niveli, patjetër duhet të them, është ngritur niveli i veshjes, i modernizimit bashkohor e kështu me radhë. Shoh se edhe klientelet, për shembull, kur vinë te neve vetë që më herët kanë kërkuar, për shembull, në ndonjë event, si të jem pak si të ngjashme njëra me tjetër, ose nëse Rejhani ka veshur atë, dua ta vesh edhe unë në dasmën tjetër. Tashti është e kundërta. Do të thënë, nëse dikush ka veshur atë, gjithmonë kërkojnë nga kreatorët që të kenë diçka më unikate, po, më ndryshe nga të tjerët, të paktën ndonjë stilet ato janë, larmënit e ngjyrave, ato janë, për shembull, tashti ka për momentin janë disa kontraste ngjyrave, të cilat unë edhe kam përdorur në ekspozitën time, kam përdorur kontrast ngjyrave, për shembull të bardhën me të kuqen, ngjyrë vjollc me një ngjyrë më të hapur vjollc, tejet më të hapur vjollc, kështu që kam bërë kontrast të ngjyrave. Kështu edhe klientelet janë të fokusuar duke parë ato se çka ka bota dhe atë kërkojnë edhe ata. Dhe në fund një mesazh për gjithë ata të rinj të cilët duan ta ndjekin këtë rrugën e një kreatore apo kreatori. Do të ripërsëritem kësaj radhe, të besojnë në vete, të besojnë në Zot dhe të besojnë në punën e tyre. Nuk ka se si mos të arrihet ajo, nuk ka se si mos bëhet kreator në punë nëse punon fort. Mos të dorëzohen, le të rrëzohen, le të punojnë, le të rrëzohen, le të presin gabim, por një ditë do të jenë ata më të mirët. Më të mirët, pikërisht. Të falimderit shumë Arbesa që ishe sot me ne në studion tonë në emisionin e mëngjesit të ritmi i ditës, kështu që unë të dëshiroj vetëm suksese në të ardhmen dhe sonte në mbrëmje keni të gjithë ju që dëshironi të shihni krijimet e Arbesës, një ekspozit kolektive, mundet në orën 19 në Muzeun e Arkeologjisë në Shkup, kështu që mund të gjithë të shkojmë dhe t'i shohim krijimtaritë e Arbesës dhe shumë të tjerëve ashtu. Falimderit shumë Rejhan, ishte nder dhe kënaqësi të jem mysafire juaj. Ju falimderit edhe njerë. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për ju, kështu që mua nuk më ngele gjë tjetër përveç se të ju dëshiroj një vikend të mbar, të këndshëm, me temperatura të ulta, duke pasur parasysh se bën shumë nxehtë edhe këtu në studio, kështu që mirëmbëçi deri javën ardhshme.